Të nditin dhe uat e ti këti kërë jemi për të rinë në rubrikën tonë të jetus. Ati të të flatin ti djetë për botën e petonatëve tonë të njohë, të politikanëve, diktaturët të atitëve tanë tiptarë. Të vazhdojmë me petonatin, më falit. Domi ti, teka. Po tato të shko, të kam të goja paparaturën dhe të bëj fotografi në pisina, thaj. Mi më rupati të jam në transmetim direkta, ti mi rupati, ma të ta. Atë ndëva të të kuelle të kam direkt me hamin e parë. Genti Polo e ka punën thunë pisk. Genti Polo, ti ta duhet, e të parë nga paparatët tanë, e ka dënë gjumi në parlament. Edhe pat lideratave të Dotit Berita, i tili vadot e dhe vdite me të të atë, Genti Polot i duke të kura i po të të një nulla. Dhe din të gjumi, me ta duket a i ka nevoj që të rritet akoma. Po pas i mbaroj të anta parlamentare tira Radilja, atëri u tua dhe Doti Genti Polo. Dhe ati të duket të kur fjallë dhe Dotit Berita të icin. Genti o gjumat, vjen në parlament avat. Ate, më fanë që... Hame ti, tani, të kam të kuar atje të pota ti dhe. Të jam në transmetim direkt ative, kaj pëtem? Ti nuk ka datënor, po mi më të ku, unë e kam të kuar që ka datënor ajo. A, u ta ti të më të mande, Dori Mata, një të ka datënor ajo, problemi Mata, unë e kam të nga detat, hajtë mi rupatin të ka botuar, tau. Ate pa unë bukërës ka lëmë ditë në live tjetët të nacional. El Talila të këthyre nga Madagaskari. E Talila të këthyre dhe me ta duket me këtimin e taj të rriti ka bërë, ajo ka bërë një dytim në lukën e taj. Pati nuk duhet vetëm të jetë këngëtare, po duhet të jetë një lukë të këtyre. Dhe ajo ka bërë budet e taj me silikon. Pertojnë tjere tjetër, e Talila mund të ke bërë dytimet të tjera, pati në Madagaskar mund të jetë e detë komplet. Më tani. Të fare, tani thamë në emiton. Atë ndërë atë të kuaj kalim një ratë të fundit tentatonal. Bëtë të atë këngëtaren e njohë Ingrid Gjoni, e tila ka punën thunë pisk. Këngëtaren e njohë Ingrid Gjoni ka të kuar dhe ka bë fotografi nga paparatë tanë të tilit e ka fotografuar atë në pisin. Më pata ta ka bërë dhe fotografi të tjera të tilat kanë tjenë në sauna. Ingrid Gjoni në sauna ka poduar mjaftë bukur për para paparatit tonë. Dhe mba ditë këtyre fotografive të kanë bërë, ata bërë një bitet të dy. Paparati i thot Ingridit, ti ku ta dia ti do vije me vonet. Dhe Ingridi i përdidit, e di sa po duhet të provokoja. Të duhet e ti kuet, nga unë si natën e mirë.